Po. Mirë, po thamë Kosovë, Shqipërisë, po në ndohesh asë njëherë. Gjithmonë, me sysh dua të jem, është kënaqësi. Kënaqësi dhe për neve. Pyetjen e parë që du me bo është duke kriju TikTok-u yje falso që s'kan ndonjë vlerë ndoshta reale, apo jo? Ndoshta me kujtesën ta flasim? Është një pyetje shumë e mirë, edhe unë mendoj që në të vërtet po krijojnë shumë yje falso, pasi kontenti në TikTok është i bazuar kryesisht në muzikë, në kërcime ose në veprime të cilat janë të kopjuara. Do me thënë, në qoftë se ti organizon një kontent me këngën e X këngëtari edhe bën sikur këndon ose sikur kërcen në tingujt e tij, i jep thjesht një kopje, nuk është se është diçka origjinale. Njerëzve i duhet shumë kohë që të punojnë, që të shkollohen për arte të ndryshme, kurse në TikTok mund t'i shikosh që i kopjojnë brenda sekondit në ambientet e shtëpisë, edhe i ka dhënë akses shumë njerëzve që me anë të klikimeve të dalin në pas sikur kanë bërë arritje, kur në të vërtet është thjesht një flusk sapuni e cila është duket shumë shpejt. Kujtesa?